Sezoni i verës shënon gjithmonë një rritje të ndjeshme të udhëtimeve ajrore me qytetarë që udhtojnë për pushime, vizita familjare apo për arsye pune. E këtë verë, aeroporti po ofron një gamë më të gjerë destinacionesh, përfshirë linja të reja drejt qyteteve evropiane si Parisi dhe Lioni në Francë, përmes një kompanie ajrore që sapo ka hyrë në treg. Për më shumë informacione të detajuara, le të flasim me zëdhënësen e aeroportit të Prishtinës Adem Jashari, zonjën Valentina Gara. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës edhe këtë vit ka filluar me një rritje të madhe të numrit të udhëtarëve. Në 3 muajt e parë kemi pasur një rritje të jashtëzakonshme, po ashtu kemi vijuar edhe në muajin e 4 dhe të 5. Sa i përket fluturimeve, kemi pasur një rritje të fluturimeve po ashtu, krahas numrit të udhëtarëve. Destinacionet cilat janë më të frekuentuarat janë destinacione për shtetin Zvicran, shtetin Gjerman, më pas pasohet nga Turqia, Vjena dhe pjesa tjetër e shteteve evropiane dhe botërore. Ne kemi marrë të gjitha masat e duhura për të pritur një fluks të tillë të numrit të udhëtarëve. Kemi shtuar kapacitetet në infrastrukturë, siç është shtimi i portave hyrëse nga 8 në 12 apo gates. Po ashtu, siç e dini, ne kemi bërë edhe investime në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ku tani kemi kapacitete për të pritur aeroplan më të mëdhenj. Kështu që ne kemi para disa muajve kemi pritur edhe fluturimin e parë të Airbus 350 me kompaninë ajrore Edelweiss, i cili ka një kapacitet më të madh të numrit të udhëtarëve. Po ashtu kemi rritur edhe kapacitetet e burimeve njerëzore, që nga janari deri më sot ne kemi punësuar rreth 50 punëtorë të rinj. Sa i përket investimeve tjera në infrastrukturë, ne kemi lansuar që nga viti i kaluar shërbimin e self-check-in apo vetë pranimit të udhëtarëve, i cili shkurton kohën e pritjes në radhë të gjata para sporteleve. Sa i përket linjave të reja, ne kemi me datën 3 korrik fluturimin e parë inaugurues për shtetin francez. Kemi 2 destinacionet, Lyon dhe Paris për Prishtinë dhe po ashtu Prishtinë për Lyon dhe Paris.